Shpallet fajtor dhe dënohet me 130 vjet burg në total, klani Duka i akuzuar për atentatin dhe ish policit Santiago Malco. Gjykata e posaçme dha 30 vjet burg për Leonard Dukën si porositës dhe organizator të vrasjes së Malcos në gusht të 2019-s. Vëllai i tij Erlis Duka u shpalli pafajshëm për të gjitha episodet që dyshohej, kurse Fatmir Hyseni, Aleksandr Manxhaku, Oltian Loga dhe Dritan Agaj u dënuan me nga 25 vjet secili për vrasje sipas grupit të strukturuar kriminal. Ekzekutimi i Santiago Malcos ndodhi për shkak të prishjes së pazareve të lojrave të fatit, një konflikt që kishte nisur që më herët mes dy miqve të dikurshëm, Leonard Duka e Ervis Martinaj. Në dosje thuhet që Malco, tashmë pjesëmarrës në grupin e Ervis Martinaj, dhunoi teatrin e Leonard Dukës. Ndaj vëllezërit morën hak duke e qelluar me breshëri plumbash në zonën e Xhamllikut në kryeqytet. Ndonse SPA kishte kërkuar dënimin me 27 vjet për vëllain e Leonardit Erlisin, gjykata nuk e gjeti atë fajtor. Ëma e viktimës së atentatit të gushtit të 2019-s, të hënën kërkoi dënim kapital për Dukën, duke thënë se i vrau djalin në mes të rrugës, ndërsa i dënuari Leonard Duka ka mohuar për fshirjen e tij në ngjarje.